Mirë se takohemi të dashur shikues, edhe sante në këtë natë prej netëve të bekuara të Ramazanit. Me një mysafir të ri, me një temë të re, por me një qëllim dhe një synim të përbashkët me netët e kaluara. Ajo është shfaqja e madhështisë së Islamit. Dhe gjithmonë ata të cilët e njohin Islamin do ta kuptojnë madhështinë e kësaj feje. Çdo kush që nuk e njeh madhështinë e kësaj feje, i bie se ka mangësi në njohuritë dhe në njohjen e Islamit. E sante do t'jemi me një temë jashtëzakonisht të rëndësishme, e cila ka të bëjë shumë me përditshmërinë tonë. Por në radhë të parë i dëshiroj se ardhi hoxhës së nderuar Talha Kurtishi nga Shkupi. Hoxh, mirë se erdhe. Mirë se gjej, faleminderit shumë për ftesën. Jam i nderuar që të jam në mesin tuaj. Lutë Zotin e Madh që të shpërblej për rrugën që ke bërë, mundin sakrificën, sidomos në këto ditë të bukura dhe të bekuara të Ramazanit. Amin. Dhe pashtu. Hoxh, Allahu xhallashanuhu kur e ka kriju njeriun dhe krijesat në përgjithësi, nga urtësia e tij dhe nga dëshira e tij kozmologjike madje, është edhe që Zoti ka leju që të ketë dallime të ndryshme, të cilat janë pjesë përbërëse e personalitetit dhe e qenies së njeriut në veçanti. Këto dallime si i trajton Islami dhe si i sheh feja e Zotit? Fillimisht e falenderoj Allahun, dërgoj salavat mbi pejgamberin tonë Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Njeriu shpreh falënderim për ftesën tuaj, për kënaqësitë të jam në mesin tuaj në këtë natë të bekuar të muajit Ramazan. Ajo që e përmende është me të vërtetë një argument i madhështisë së Zotit. Lloj-llojshmëria e krijimit është një shenjë dhe argument për fuqinë e Allahut subhanahu wa taala. Dhe në Islam kemi, të themi kryesisht, dy kategori të dallimeve mes njerëzve. Kemi dallime që kanë të bëjnë me çështjet thelbësore. Si për shembull, çështja e dallimeve në besim. Dikush e beson vetëm një Zot, e madhron një Zot, dikush adhuron më tepër zotra. Dikush e pranon si pejgamber, si i dërguar i fundit Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, dhe dikush nuk e pranon. E këto dallime me të vërtetë mbi to ndërtohen edhe dispozitat e kundërta. Nga se me ata me të cilën kemi dallime thelbësore, kjo nuk do të thotë se ne e detyrojmë ata. Përkundrazi, është prej urtësisë së Allahut subhanahu wa taala që njerëzve me u lan në vullnetin e tyre të lirë të zgjedhin fe. Ne jemi musliman me zgjedhjen tonë. Do thonë, si e vetë kemi përzgjedhur që ta besojmë Allahun dhe ta madhrojmë ata dhe ta ndjekim rrugën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe në anën e kundërt, po ashtu ky është edhe realiteti i personit i cili ka zgjedhur që të mos e beson Zotin ose të mos e ndjek rrugën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Neve si musliman i pranojmë si çështje reale ekzistimin e këtyre dallimeve thelbësore, të cilët pastaj neve na e kufizojnë atë ta quajmë diapazonin e veprimtarisë që e kemi ndaj atij personit. Ne nëse takohemi ndonjë person ndaj të cilit kemi ndoshta qëndrim të kundërt ndaj neve edhe ndaj besimit tonë, detyra jonë është që ne t'ia prezantojmë Islamin. Të mundohemi që t'ia shpjegojmë çështjet e Islamit, çështjet parimet e Islamit, dhe pastaj prej tij varet. A do ta pranon të vërtetën apo nuk do ta pranon të vërtetën. Edhe jona është që është një parim hyjnor, të cilin ne duhet ta respektojmë dhe ta aplikojmë në jetën tonë të përditshme, është se nuk ka dhunë në fe, nuk kemi mundësi me e dhunu, apo me dhunë, me e detyru dikën që ta pranon Islamin. La ikrahe fi din. Nuk ka dhunë në fe. Pa ashtu, në një ajet tjetër Allahu thot, thuaj, e vërteta është prej Zotit. Do të thonë e vërteta është e qartë për atë që do me pranu. Kush do, le të beson. Kush nuk do, le të mos beson. Kjo është e lënë në vullnetin e lirë të njeriut. Kjo është një kategori e dallimeve që ekzistojnë. Po ekzistojnë edhe dallime që kanë të bëjnë me lloj-llojshmërinë në çështje të ndryshme. Për shembull, lloj-llojshmëria e krijimit.
kemi disa qindra lloje të krijesave që i ka krijuar Allahu subhanahu wa taala. Kemi pastaj preferenca individuale që nuk kanë të bëjnë me diçka thelbësore. Dikujt i pëlqen ngjyra e kaltër, dikujt i pëlqen ngjyra e kuqe, dikujt i pëlqen më tepër ushqimet që kanë më shumë melmese. Këto janë dallime të cilat ne duhet t'i pranojmë dhe t'i respektojmë dhe ndaj tyre nuk kemi asnjë lloj detyrimi. Nëse në rastin e parë e kishim për obligim të mundohemi, nga se qëllimi i besimtarit në këtë jetë është që ta jeton jetën sipas normave islame dhe ai duhet të mundohet që t'ia bashkangjet këtij umeti apo kësaj bashkësie numrin sa më të madh të njerëzve të cilët do ta pranojnë Islamin dhe ta ndjekin. Nëse në këtë rast ne e pranojmë atë si prandaj nëse shikojmë historikisht kudo që ka hyrë Islami, asnjëherë nuk është rrezikuar kultura apo gjuha apo traditat e atij populli, përveç atyre traditave që kanë qenë tradita fetare dhe që kanë qenë në kundërshtim me parimin. Islami nuk i ka ndaluar ata nëse ata e kanë pranuar statusin e tyre brenda shoqërisë islame si pjesë e shtetit islam, sikur ata që janë i thartë të librit apo të besimeve të ndryshme, nëse ata e kanë pas të rregulluar statusin e tyre juridik, por ata kanë mbet të lirë që t'i praktikojnë ritet e tyre fetare, ta praktikojnë kulturën e tyre, në veçanti kultura e tyre ka qenë garantuar dhe mbrojtur dhe siguruar, nëse në të nuk ka pas asgjë që e kundërshton në thelb edhe në esencë besimin islam. E përmende njërin nga dallimet që është të dy këto dallime që janë prezente dhe janë fakte dhe në të argumentuar. Njërin nga dallimet e cila duhet thjesht të kuptohet dhe të bashkjetohet me ta si diçka shumë normale, që është dallimet e preferencave dhe dallimet e lloj-llojshmërive, dallimet e dëshirave të caktuara kulturore kështu me radhë. Ajo çështje megjithatë në shpeshherë edhe në tonë i kemi shpeshherë sfida të tenace. Edhe këto çështje në sistemet që janë, domethënë, ideologjitë që mundon ta imponojnë vetveten në shoqëri, nuk i pranojnë. Domethënë ata ekziston ajo që quhet uniformizëm, domethënë krejt duhet me qenë sipas këtyre tipave që ato ti kanë përcaktuar. Ndërsa në Islami, nëse është çështja preferencave individuale, çështja e gjuhës, as pak nuk ka problem me gjuhët e ndryshme, sepse kretin këto gjuhë që vinë prej Zotit. Këtu mendoj se ndoshta vjen ajo në shprehje madhështia e Islamit, ku edhe në çështjen për cilën Islami ka ardhur dhe i thirrë pasuesit e saj të jetojnë, madje të gjithë njerëzit që të jenë pjesë e atij, po themi, anijes së shpëtimit që të hipin e ta. Kjo është bindja jonë. Sigurisht, e argumentuar dhe edhe e besuar dhe e jetësuar. Ne po e pranojmë si fakt dhe e kemi të qartë, po jo rrallëherë Islami është atakuar nga mendime të ndryshme, nga si fejo tolerante, si fejo imponon e kështu me radhë. Kemi ndonjë argument historik se si muslimanët janë sjell përballë sidomos kishave, sinagogeve, vend faljeve të tyre, vend adhurimeve të tyre kështu me radhë, që të thjesht ata të cilët nuk e njohin ta kuptojnë se Islami është fe e paqes në këtë rast edhe e respektit pavarësisht dallimeve. Prej fillimit, Muhamedi sa kur vjen në Medinë, edhe hartojnë ajo që quhet Harta e Medinës apo Karta e Medinës, ku i cakton se një prej të drejtave të garantuara që kanë qenë për hebrejt që kanë jetuar në Medinë në atë kohë, kanë qenë të garantuara të mbrojtura bindjet e tyre fetare. Madje kanë pas të drejtë që në çështjet apo në mosmarrveshjet që i kanë mes vete, të gjykon tek ndonjë rabin i tyre i cili u ka treguar dispozitën sipas ligjit të Torës apo të Tevratit. Pastaj edhe kur është përhap Islami, nga historia e kemi rastin e Omerit radiallahu anhu, i cili thuhet se kur e kanë çliruar Damaskun, kur kanë hyrë në Sham muslimanët, afër një kishe se kanë ndërtuar një xhami. Krishterët e kanë pa atë si një provokimi. Edhe
i kanë shkruar të letër Omerit radiallahu anhu. Edhe janë ankuar nga muslimanët të cilët në atë vend e kanë dëtuar një xhami. Omeri radiallahu anhu urdhënon që ajo xhami të ranohet. Pastaj kanë arritur në një lloj kompromisi krishterët dhe muslimanët që nga ajo xhami të mbetet vetëm një minare. Edhe ajo minare edhe sot është në qytetin e Damaskut. Domethënë e kanë lënë si një simbol që të dihet se në atë vend ka qenë një xhami. Kur qirohet Beitul Maqdis, Jerusalemi, i ofrohet Omerit radiallahu anhu që të falet në kishën ku thuhet se ka lind ato që kanë datuar në vendin ku ka lind Isa alayhis salam. E ka refuzuar, nga se ka thënë se ndoshta pas me vjen dikush i cili e merr këtë veprim timin si një pretekst. Si një pretekst. Po ashtu Andaluzia është një shembull i tolerancës, koekzistimit. Është një qytet Cordoba, në të cilin një prej mjekëve më të njohur ka qenë një hebrej, i cili madje edhe është një prej lagjeve në atë qytet që quhet lagja e hebrejve, e cila është deri sot e ruajtur në formën, edhe ekzistojnë edhe sinagogat e tyre. Të mos flasim për kishat. Para disa viteve një akademik i Maqedonisë e përmendi faktin se për një kishë që ka qenë e rënuar në një zonë në Maqedoni, në zonën e Mariovës, vetë sultani Abdul Hamid i dytë ka urdhëruar që të merremetohet, që të bëhet domethënë në gjendje të përshtatshme që ti kryen ato detyrimet fetare që i kanë pas. Që domethënë fillimisht parimi islam është që ne e praktikojmë thirrjen. I ftojmë njerëzit që ta pranojnë islamin. Mundohemi që të polemizojmë dhe të bëjmë debate në mënyrë të mirë, me fjalë të përzgjedhura, duke mos e ofendu. Allahu subhanahu wa taala ndalon që t'i fyejmë zotrat e atyre që adhurojnë dikën tjetër përveç Allahut, që ata mos të kthehen dhe pastaj e fyejnë apo e shajnë Allahun subhanahu wa taala. Po ashtu thot mos polemizoni me hithtar të librit përveç në mënyrë më të mirë. Ne këtë e pranojmë, se ne edhe një prej çështjeve që tregon se çfarë tolerancë, çfarë respekti ka pas në Andaluzinë islame, është, siç e përmend Ibn Hazmi, kanë ekzistuar debate publike mes muslimanëve dhe jo muslimanëve për çështjet e fesë. Kjo është diçka që është lejuar. Ti pretendon se janë të vërtetë, unë pretendoj ti nxjerrim argumentet, të debatojmë, të bëjmë, të polemizojmë e ta shohim kush është në rrugën e drejtë. Një prej mjekëve kryesor në kohën e Harun al-Rashidit ka qenë hebrej, të cilit Haruni edhe fëmijët e tij që kanë ardhur pas tij ja kanë ofruar që të bëhet musliman, e ka refuzuar. Edhe ka mbet i njohur edhe si mjek edhe si rabin i cili ka shkrimet të komentit të Torës për asaj kohë. A ka raste ku ndoshta kjo nuk është respektuar? Në këtë situatë, ne këtë nuk du t'ja veshim islamit, por du t'ja veshim veprimeve të individëve apo të personat të cilët e kanë bërë këtë shkelje, sepse këto me këtë veprime kanë bërë një kundërshtim shumë të madh, edhe kanë kundërshtuar ajetin ku Allahu xhaleshanuhu na urdhënon që të mos i detyrojmë njerëzit që ta pranojnë fenë. Përmend ajetin edhe zakonisht në kohë të caktuara njerëzit nëse thirrin diçka ose pretendojnë diçka, jo rrallëherë mund të kuptohet nga konteksti kohor ku njerëzit jetojnë dhe përderisa për momentin gjendja e muslimanëve nuk është shumë e mirë, shpesh herë kuptohet se atë respektin, po themi mirëkuptimin e mendimit kundër tek kështu me radhë, në muslimanët e bëjmë për shkak se jemi më të dobët, po e bëjmë për shkak të ndonjë interesit caktuar, përfitimit caktuar, kështu me radhë. Ajeti cilën e përmende, a është argument se pavarësisht gjendjeve edhe situatave në për cilat ne kalojmë, ne opinionin ton dhe mendimin ton nuk e bëjmë për shkak të rrethanave, edhe për shkak të kohëve, po për shkak të parimeve. Pra, kemi parimet mjaftueshme në fe të cilat e garantojnë këtë gjë? Parimet janë shumë të mëdha, nga se
Allahu subhanahu wa taala fillimisht çdo njeri e ka nderuar. Wala kad karramna bani Adem. Dhe nga kjo pikë nisje neve nuk na lejo që ta nënçmojmë dikën, që ta poshtrojmë apo të ushtrojmë dumbit, sepse Allahu si krijesë e ka nderuar. Një ditë ka kaluar një kortezh funerali pranë pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, se ka qenë hebrenj. Pejgamberi është çuar nga shenja për ta respektuar. Dhe kur e kanë vetë, ai ka qenë ka thonë hebrej, sikur nuk e ka ditë pejgamberi. Çfarë ka thonë pejgamberi? Alam yakun nafsan, a nuk ka qenë qenje njerëzore. Do thonë nga kjo piknisja, pastaj krejt tjerat, Islami thirrën, kur flet për thirrjen, në çka e bazon? Udu ila sabili rabbika bil hikme, me urtësi. Wal mau'idha hasana, me dha këshill të mirë. Wa jadilhum billati hiya ahsan, dhe kur polemizon edhe ati mos e lejo që me mbizotru emocionet, por mundoh që ta mbash vetën nën kontroll, që me kuptu edhe ai që është përballë teje, se qëllimi im nuk është unë me fituar këtë debat. Qëllimi është që bashkarisht ta kuptojmë se ku është e vërteta dhe bashkarisht të hyjmë në xhenet. Ndërsa nëse shikojmë historinë, çdo herë kur një shtet ka ushtruar dhunë apo ka praktikuar mënyra jo njerëzore, i themi kështu, për ta bindur tjetrin, reakcioni ka qenë i kundërt. Reakcioni ka qenë i kundërt, nga se njerëzit nga natyra e tyre nuk dëshirojnë të pranojnë diçka që ju imponohet. Pikërisht te kjo po do më ndal pak, nëse më lejon. Pra feja islame, këtë rast, nuk mund të bartet si imponim. Pra cili është koncepti i dikujt i cili është musliman? A e ka për shkak se e ka trashëgu, a ka diçka që është thjesht, do më thonë për shkak se ka lindë një hapësirë caktuar, vend caktuar ose për prindve caktuar, apo është diçka e cila i te i kalon të gjitha këto? Kjo është një dilemë që me të vërtet ekziston tek shumica e muslimane. Unë para do kohë dëgjoja një politikan e cila thoshte, edhe është një dilemë kështu me të vërtet e cila është pasojë e mosnjohjes së islamit. Ai thoshte unë jam musliman, po pse jam musliman, nuk e di pse jam musliman. Këtu ne duhet të theksojmë vazhdimisht tek muslimanët se Allahu kur na thot thret që të dëshmojmë, thot dijeni, mësojeni, binduni se nuk ka zot tjetër. Do thonë burimi nuk është i asaj që ne jemi, esenca asaj që ne jemi musliman, nuk është trashëgimia. Nuk është do të thonë se prindërit tonë kanë qenë musliman, apo pse jetojmë në një lagje ku ka më tepër musliman se të krishterë. Jo, ti vetveten e llogarit musliman nga se ti me vullnetin tënd të lirë. Edhe pas që e bindur në saktësinë dhe në vërtetësinë e asaj, në të cilën ka thirrë Muhamedi alayhis salam, e ke pranuar dhe këtë e ke deklaruar duke shqiptuar shahadetin, dhe këtë e vërteton duke i aplikuar apo duke i zbatuar normat fetare në jetën tonë të përditshme. Duke filluar prej farzave, pastaj edhe me veprat që janë vullnetare. Prandaj çdo musliman i cili vetvetes si thot musliman, edhe ndonjëherë në jetën e tij ka qenë në një udhkryq. Pse jam unë musliman? Atë duhet të kthehet tek librat të komunikon me hoxhallar, me njerëz që kanë dije, që ta ripërtrin, ta themi kushtimisht. Kjo nuk do të thonë se ai deri atë nuk ka qenë musliman, po e kanë për qëllim që ta bën atë ndryshimin cilësor në qasjen e tij ndaj islamit. Mos ta llogaritë islamin sikur diçka që e ka trashëguar. Pse e ka trashëguar nuk e din, apo ndoshta prindërit e mi apo të parat e mi e kanë planuar islamin për shkaqe të kushteve politike, ekonomike, sociale që kanë rrethanave që kanë ekzistuar në atë kohë, e tash unë nuk e kam atë, tash më shumë konvenon që ta bëj ndryshim. Jo, ti nëse je musliman, mos e merr hapin që të dash prej islamit pa u njoftuar mirë me islamin. Sigurisht kjo ndihmon njeriu edhe në perceptimin e bartjes së islamit në veten e tij, por edhe tek qasja e tij ndaj të tjerëve. Jo rrallëherë shohim do dalte një çështje tjetër e cila mbetet brenda atyre dallimeve që ekzistuese tek ne.
Përveç dallimeve që kanë të bëjnë me të tjerët, që janë një dallim i veçantë, i llojit vet, i cili kërkon këtë trajtim cilën e bëra deri me tani. Jo rrallëherë shohim edhe dallimet brenda llojit, dallimet tona të brendshme, të cilat i kanë rregullat e veta, i kanë dispozitat e veta, i kanë urtësitë e veta kështu me radhë. Pra, cilat duhet jetë çështja jonë dhe ajo reagimi jonë përballë këtyre ndryshimeve të cilat janë brenda llojit, qofshin ato dallime të mëdhëbeve, qofshin ato dallime të koncepteve të caktuara, të mendimeve të caktuara kështu me radhë. Sepse edhe këtu jo rrallëherë po din të ngriten në nivelin e madje edhe të armiqësive, të sharjeve, të ofendimeve, të linçimeve të ndryshme. Aty, shkollat juridike në Islam janë pasurimi i mendimit të Islam. Pra nuk janë ato janë ato që e përmendëm më herët, e zbukurojnë atë panoramë të bukur të Islamit duke bërë hulumtime, duke bërë studime për çështje të ndryshme dhe duke dalë me mendime që ata i kanë ndërtuar mbi argument. Asnjë prej mëdhëbeve, asnjë prej shkollave juridike nuk thotë se bazë të mendimit e ka mendimin e për shembull imamit Ebu Hanife, apo imamit Shafi, apo imamit Malik, apo imamit Ahmed, rahimahumullah. Të gjithë ne kthehemi te kush? Te Kurani dhe te Suneti. A ka mundësi të ndonjë kuptim ndryshe? Ka mundësi me ndodhë. Kjo ka ndodhur në mesin e ashabëve të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Ti shumë mirë din rastin kur ju ka thënë pejgamberi sallallahu disa prej ashabëve mos e falni namazin e ikindis përveç kur të arrini tek fisi Beni Kurejda. Disa kanë pa se do t'ju kalon koha, edhe ka thënë jo, do të më ndarë të falim se kam në hik koha, dikush tjetër jo, ka thënë do ta ndëgjojmë fjalën e pejgamberit, kur ngrim atje atëherë do ta falim. Asnjërin palë nuk e ka qërtu Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Nga se kjo buron nga mbështetja në një argument, Prandaj, nëse bëhet fjalë për biseda apo debate që nuk mbështeten në argument, po ma tepër janë biseda rreth mendime personale që i kemi, në këtë situatë muslimani është më mirë besimtari të tërhiqet nga asnjë lloj debati, nga se këtu bëhet debat për diçka në të cilën është shumë vështirë që të arrihet pajtimi, nga se secili e mbështet mendimin e vet apo pikpamjen e tij individual. Ndërsa nëse biseda bëhet për argumente, atë do ta shohim se sa lehtë njerëzit kuptojnë mes veti. Sa lehtë e kupton se ky e pas ka një argument, e pas ka një edhe kjo, edhe pse kanë ekzistuar, si soi ke një dietar mos pajtime mes dietarëve, prapë në fund të ditës ato kanë qenë vëllezër. Mua shumë pëlqen qasja e imamit Shafi rahimahullah, i cili thotë mendimi im është i sakt, po ka mundësi me qenë i gabuar. Mendimi i tjetrit është i gabuar, po ka mundësi me qenë i sakt. Kjo është e qasja ku ne duhet të hapim gjoksat njëri për tjetrin, të jemi tolerant, të jemi mendje hapur, edhe të mundohemi që të arrijmë tek. Prandaj një prej pikave të debatit që i përmend Imam Gazaliu është që në fillim të debatit, të dy palët duhet të pajtohen se kushdo që prej neve ta thot të vërtetën, nuk do më thonë se ai ka fituar, po kjo të me qenë qëllimi. Në momentin që nëse unë nuk e tham të vërtetën, atëherë nuk pajtona me rezultatin e debatit. Jo, nëse unë e tham, në rregull, nëse ti atu, në rregull. Elhamdulillah që jemi bërë dy vete, jemi pajtuar rreth një pikës, pas një bisede të këndshme, pas një bisede pas punë të qetajme. Çështja shumë kthehet tek zemra ato, kthehet te qëllimi. Shpesh njerëzit nuk e kuptojnë këtë se ti kur ti hysh në debat me dikën. Nëse ke niyetin e mirë, vallahi Allah ka më të lehtësu. Kjo s'do të thonë se ti nuk duhesh më përgatit, me mësu argumentet, me tregu mendimet e dietarëve. Por kjo pasi që e përgatit, ktheu te zemra jote dhe fillon edhe mendo. Këtë që e bëj, a e bëj që unë të dal fitimtar? Apo e bëj që të del në shesh e vërtet. Nëse e bëj që të del në shesh e vërtet, është shumë lehtë. Prandaj, si thash tek dietarët e parë ka ekzistuar ky respekt. Ka ekzistuar ky respekt, edhe dietarët e sotit për shembull, nga respekti për imamet e mëdhenj, ne kanë porosit. Nëse jeni në një vend
ku xhamati e ndjek një shkollë juridike. Mos shkoni ju të bëni diçka që haptazi e del sikur ju nuk pajtoheni. Nëse falni pas ndonjë imamit i cili është i ndonjë shkollë juridike, falni sikur se fali ataj. Pse që ta ruajmë unitetin, ta ruajmë atë, apo të mbetet e gjallë ajo lidhja apo ajo ura të mbetet, e cila na hap komunikimit pastaj mundemi me debatu edhe mundemi me thonë unë nuk pajtona me këtë mendim, unë mendoj se kjo është më e saktë, më e vërtet. Këtu nuk ka aspekt nëse në këto debate hymë me zemërgjësina. Po nëse hymë me fanatizëm, që mendimi im është hoxha im është më i fortë se hoxha jot, më i ditur se hoxha jot, atëre prej fillimit është ajo debati dështuar, edhe do të përfundon me largim. Jo rastisht në librat e fikut ekzistojnë disa mendime që me të vërtet do të ishte shumë mirë që të fshihen. Për shembull debatohet për dikush që është i thar i shkollës tjetër juridike, a lejohet të bëjmë tregtime të a duhet me u martu me ata. Sigurisht ato janë thonë në rrethana ndoshta të caktuara dhe në kontekste të caktuara të cilat. Ajo ka qenë në kohën kur me të vërtet taklidi apo pasimi i verbër asnjëherë nuk ka sjell diçka të mirë për musliman. Çdo herë kur ne kemi menduar se dikush para neve e ka arritur atë kulmin e diturisë edhe nuk kemi ne çka të mendojmë. Jo, përkundrazi, edhe këto kohra që ne jetojmë tash, kjo periudhë kërkon nga neve qasje aktive dhe analizë aktive për me sjell, domethënë dispozitat, me nxjerr dispozitat e Islamit lidhur me disa rrethana të reja që janë krijuar. Sigurisht kjo është një temë shumë e rëndësishme, ne e përmendëm si ndoshta si kalim, si tërthorazi për shkak të lidhshmërisë me temën, por do të ndalem te një çështje tjetër, që mendoj se bota sot është në një krizë të madhe të përplasjeve të fuqishme, të polarizimeve të skajshme, të një lufte të ndoshta të pa precedent për mbizotreme dhe për sundim, për dominim e kështu me radhë. Çka mund të japin parimet e fesë, parimet e Islamit në këtë rast, parimet e mësimet e Allahut subhanahu wa taala? Çfarë mesazhi mund të japin botës që të kaloj këtë krizë dhe të tregojmë se megjithatë Islami ka ardhur për këtë kohë, për këtë njerëzit, dhe në Islam janë disa zgjidhje që megjithatë njerëzimit po i mungojnë. Historia e Islamit është ndoshta momenti më i rëndësishëm të cilën ata që pretendojnë dominimin botëror me pas, nëse dëshirojnë që me siguru vetes si gjatësi në atë dominim, nëse dëshirojnë që populata me qenë me jetu në paqe, me qenë e pajtimit me ata që ju dheq, le ta shikojnë historinë Islamit. Do të shohim se sa disa perandori tjera kanë shkatruar prej kulturave dhe prej popujve dhe prej gjuhëve që kanë ekzistuar në atë vend, asa Islami i ka ruajtur edhe kulturat, edhe lloj-llojshmërinë gjuhësore, lloj-llojshmërinë etnike të popujve kulturore të vendeve ku ka sunduar. Ne sot kemi nevojë që botës me i tregu se parimi i mendimit të lirë dhe i bindjeve fetare është e drejtë themelore çdo njeriut. Dhe nëse, siç e tha, nëse dikush mundohet me forcë, me imponim, me dhunë, me arrit diçka, efekti do të jetë i kundërt. Nëse ne e mbështesim, domethënë, qeverisjen tonë në parimet islame, do të shohim se sa do të bëhet promovimi i vlerave, do të përhapet besimi, do të pakohet në krimet, do të pakohet, domethënë, dhuna familjare, padrejtësi do të zvoglohen. Vetëm si një shembull, te ne kur flitet për periudhën e perandorisë osmane, flitet sikur periudha e errët dhe padrejtësive të shumta. Ne nuk themi se nuk ka pas, domethënë, veprime individuale. Por para disa ditëve një maqedon, jo musliman, e nxjerr një ferman nga arkivi i Maqedonisë, të cilën e dërgon Sultani Abdulmexhid II, në cilën për një çështje pronësore urdhënon kadiën
ati vendi që ta shikon mirë, që të mos i bot pa drejtësi askujt. Dhe përse çështja pronësore ka qenë mes jo muslimanëve. Do të thonë se drejtësia, pastaj respektimi i dinjitetit njerëzor. Kjo është shumë e rëndësishme. Sot në këtë botë të polarizuar po shohim një ndryshim të madh. Sikur për një herë nga një sistem i cili ka qëndruar ndoshta 200 vite, 2 shekuj, tash po do më kriju një botë multipolare që quhet me shumë qendra të ndikimit, por në ato qendra të vendosjes, sikur nuk i intereson shumë me ruajtur dinjitetin njerëzor, humanizmi, sikur ma tepër është orientuar drejt profitit, drejt hegemonisë ushtarake, drejt asaj unë jam i forti dhe këtu sundon ligji të fortit. Kjo asnjë nuk ka qenë në Islam. Madje populata me numër më e madhe e muslimanëve është në Indonezi, edhe në Malezi. Aty asnjë nuk ka hyrë asnjë ushtri. Por shkaku i Islamit të tyre kanë qenë tregtarët muslimanë të cilët me besnikrinë e tyre, me sinqeritetin e tyre, edhe me qasjen humane. Kjo është shumë e rëndësishme. Ne si njerëz, njeriu e trajtojmë si njeri. Jo sikur bulimi profitit, jo sikur vegël për të arritur qëllimin tëm, por ajo është njeri i cili është i barabartë me ty. Edhe ti atë njeri dush të mundohesh që ta shpëtosh nga zjarri i xhehenemit në botën tjetër, dhe t'ia mundsosh një jetë dinjitoze në këtë botë. Kur flitet për historinë të drejtave të njeriut, piknisja ka qenë të mbrohet dinjiteti njerëzor. Këtë Islami e ka thonë shumë ma herët se sa kanë filluar të bisedojnë për këto çështje në botën perëndimore. Po thuaj se jemi në fund, Hoxh, me gjithë dëshirën që të zgjatet më shumë kjo bisedë. Jemi në muajin e Ramazanit dhe ne dimë se Ramazani është muaj edhe i frenimit të dëshirave edhe kërkesave tona, është muaj mirëkuptimit, është muaj i tolerimit të njëri tjetrit të kështu me radhë. Pra, sa mund të shërbej ky muaj dhe ky edukim shpirtëror që e bëjmë ne, kësaj teme të madhe edhe kësaj kërkese dhe nevoje, po themi emergjente të funksionimit të saj në shoqërinë tonë, por edhe në tërë botën. Ramazani është vetë një shkollë, një universitet, ta themi shkollë jetësore në të cilën njeriu duhet të rishikon parimet e vetë. Nëse gjatë 11 muajve nuk kemi arritur me gjetë kohë për veten tonë edhe të analizojmë parimet tona, besimet tona, qëndrimet tona ndaj të tjerëve, ndoshta është ky momenti kur ne duhet të rishikojmë. Në këtë muaj kur shejtanët janë të prangosur, kur ndikimi i tyre është, kur jemi me agjerim dhe jemi më afër Allahut subhanallahu, kur alhamdulillah kryejmë adhurime më tepër se në muaj tjerë, ndoshta është momenti i duhur ti kështu me sinqeritet, me transparencë të shikojmë këto parime dhe ta shohim ku ndoshta kemi gabuar, ku ndoshta është dashur me vepru ndryshe, ku ndoshta kemi qelluar, se edhe këto rastisin në veprimet e njeriu, edhe të mundohemi të ndërtojmë një shoqëri në të cilën dominon parimi i respektit të ndërsjellë. Sepse nëse kjo nuk ekziston, shiko, kjo tek musliman nuk është fjalë që e themi. Nëse unë nuk më pëlqen diçka nga mosbesimi i dikujt tjetër. Kjo do të thonë se unë dua ta fshehi atë. Jo, unë tregoj se me këtë nuk pajton, po ti si njeri për mua je i rëndësishëm. Nga se nëpërmjet teje ka mundësi të fitoj xhenetin. Sikur se ka thënë pejgamberi sa, nëse Allahu të bën shkak që një jo musliman ta pranon Islamin, të bëhet besimtar, është më mirë për ty se sa me qenë pronar i ideve të kuqe pasurinë më të çmuar që e kanë pas në atë kohë. Domethënë respekti tek ne është detyrë fetare. Edhe në këtë muaj ne duhet akoma sepse shpesh e ne pleshtonin se mos i fol se e ka zonë Ramazan. Duhet jetë kundërta. Nëse e ka zonë Ramazan, atëherë është shumë më i mirë, shumë më i respektueshëm, shumë më mirë dëgjon e përmbajtur se. Po të ne ka ndodhur ajo e kundërta. Allah në lutë që amin inshallah. Na vëdison për këtë fetë të bukur edhe shumë
temë të bukur keni zgjedhur për këtë muaj të Ramazanit me fol për madhështinë dhe bukurinë e kësaj feje. Allah shpërblet. Qase njerëzit shpeshherë në këtë hallakam të ndodhive e harrojnë se sa fe të bukur na ka dhënë Allahu dhe na ka përzgjedhur që të jemi ndjekësit e pejgamberit të fundit Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Zotë na mësoj të shfaqim këtë madhështi. Amin, amin. Ishte kënaqësi hoxha. Zotë shpërblet. Kënaqësia ishte ime. Zotë ju shpërblet, falënderoj për tesën. Allah shpërblet. Shihemi inshallah. Shikues të dashur, dallimet janë prezente, ato janë reale dhe nuk mund t'i fshihim. Madhështia qëndron kur ne nuk pajtohemi e megjithatë gjejmë rrugët e komunikimit, rrugët e respektit dhe rrugët të cilat na çojnë drejt një jete të përbashkët, drejt një jete pa armiqësi, drejt një jete e cila në fund të fundit secili do ta merr atë për të cilën është angazhuar. Deri në takimin tjetër, Allahu xhallahu qoftë në kujdesin e juaj.